Miss Shqipëria 2025 është vajza me numrin 18! Valentina Gekprifti është kurorzuar Miss Shqipëria 2025. Edicioni 27 i këtij kompeticioni u përmbyll me një mbrëmje magjike organizuar në amfiteatrin e Liçenit Artificial në Tiranë. Bukuroshja e cila arriti që të rëmbente kurorën e më të bukurës, duke shkëlqyer me inteligjencën dhe prezencën, nuk i fshehu emocionet. Jam shumë e lumtur dhe shumë emocionuar dhe jam krenare që do përfaqësoj bukurinë e Miss Shqipërisë. Falenderoj stafin, gocat edhe njerëzit, ju dua shumë. Faleminderit. Ishte fituesja e një viti më parë, Klea Lagonia, e cila i dorëzoi Valentinës stafetën, duke i uruar suksese në këtë udhtim të bukur, i cili për të rënë pogradecare sapo ka nisur. Në moderimin e Drita Zirit, Ermal Peçit dhe Ema Hila, ishte një spektakël i organizuar deri në detaje. Në garë ishin 25 konkurrente. Spektakli i kësaj mbrëmje ishte i mbushur plot me surpriza. Artistë të njohur si Casey Tola, Renis Gjoka, Devis Xherau, Eranda Liboova, Ledina Çelo dhuruan spektakël me performancat e tyre në skenën e Miss Shqipëria 2025. Juria e këtij edicioni e përbërë nga emra të njohur të artit dhe medias si Meridian Ramçaj, Zajmina Basjari, Ledina Çelo, Chiara Tito, Eraldo Rexho, Elidon Haliti, Anila Basha, Greta Lila dhe Klea Langonia dhanë çmimet e tjera të këtij kompeticioni. Trupi më i bukur shkoi për bukuroshen Njuna Latifi, Miss Buzqeshja për Elsina Canaku, Miss Elit për Dea Hilën, Miss Miqësia për Xholin Xhabeu, Miss Elegancë për Bleona Beshiraj, Miss Fotozhenia Eloisa Lupo, Miss Social Media Diana Elmaslari dhe çmimi i publikut për Klea Sulejmanin. Në një mbrëmje të paharueshme të transmetuar drejt për drejt në RTS1, spektakli përcolli bukurinë e 25 vajzave nga të gjitha trevat shqiptare. Kemi kurorzuar më të bukurën e Shqipërisë.